Po, sepse fillon si një katar I thjesht, me temperaturë skuqe fyti, por gjendja agravohet shumë shpejt. Në 2-3 ditët e para, gjendja agravohet. Mos të themi pastaj që meningitet janë edhe sekondare, pasi fëmia kalon një infekcion tjetër, një pneumoni, një diarre toksike, dhe gjendja vjen më tepër duke u rënduar. Pra, këto janë shenja shoqëruese, por duke parë që ne I kemi dhënë mjekime nga goja dhe fëmia nuk është qetësuar, kjo është një shenjë alarmi, gjithmonë është e vjella, e pa diskutueshme. Nuk ka meningit pa të vjella. Dhe që duhet të na çojë direkt tek mjeku I urgjencës. Fëmia nuk ka diarre në këtë moment. Në përgjithësi nuk ka diarre, por e vjella është një shenjë e prekjes së cipave të trurit. Duhet të marrë seriozisht, ndërsa fëmijët më të rritur, mbi 5-6 vjeç, ankojnë turbullir në kokë, konfuzion mendor, mund të kalojnë konvulsione, nuk është e thënë që meningiti nuk prek edhe të rriturit, prek adoleshentët edhe të rinj, dhe mënyra se si shprehet te këta është konfuzioni mendor, ndërsa fëmijët e vegjël 0-1 vjeç kalojnë në konvulsione, dhe konvulsioni është një situatë dramatike për prindin, I cili duhet ta çojë menjëherë fëmijën në urgjencë.